Një datë që duhet të mbete një numër i zakonshëm në kalendar sot është ndëruar në përvjetor të një dite makabre. 10 të rinj dhe të reja më 15 mars e vitit 2025 kishin shkuar të argëtoheshin në koncertin e grupit DNK të organizuar në diskotekën Puls në Koçan, por pak pas mesnate në orët e para të datës 16 mars, mbrëmja mori tjetër kahje pasi shkëndija të mjeteve piroteknike shkaktuan zjarr vdekje prurës në lokal ku humbën jetën 63 persona, ndërsa mbi 200 u lënduan. Komuna e Koçanit dhe prindërit e viktimave kanë përkujtuar sot ato duke vendosur 63 karike të bardha në qendër të qytetit. Në secilën prej 63 karikeve u vendos nga një trëndafil i bardh, gjithashtu u hap edhe një libër ngushëllimesh në kujtim të viktimave. Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e këtij përvjetori u mbajt edhe një ceremoni përkujtimore për viktimat e zjarrit dhe para diskotekës Puls u mblodhen familjarët dhe qytetar. Në aktivitetin e organizuar për të përkujtuar viktimat u mbajt një heshtje 5 minutëshe. Një vit pas kësaj tragjedie, familjarët ende presin për drejtësi. Sipas hetimeve fillestare të prokurorisë, zjarri u shkaktua nga fishek zjarret, ndërsa objekti në fjalë ka funksionuar me licencë të reme dhe për vite me radhë ka operuar pa përmbushur standardet e nevojshme. Gjykimi për rastin e zjarrit tragjik filloi më 19 nëntor. Bëhet fjalë për lëndë me 37 të akuzuar, të cilët akuzohen për krime të rënda kundër sigurisë publike. Në mesin e të akuzuarve janë pronar të lokalit, menaxher, inspektor, ish ministra, ish kryetar komunash, roje sigurie dhe në punës civil. Procesi drejtohet nga gjyqtarja Diana Gruevska-Ilievska dhe prokuroria përfaqësohet nga një ekip i zgjeruar prej 15 prokurorësh publik.